Ishte Medias Ngjallja, jemi në ciklin e emisioneve tema katekizmi. Së bashku me teologun e Kishëson Zotit Dimitër Qosja, do të flasim kësaj herë në këtë emision për porosin e 5. Ndero atin dhe nënën tënde. Çfarë rëndësie ka kjo porosi? Faleminderit për pyetjen tuaj. Deri tani kemi folur për 4 porosit që Zoti i tha Mojsiut dhe që kishin një referencë, do thonim, në lidhje me Perëndin, se si duhet pra ta shofi njeriu raportin e tij me krijuesin. Dhe tani vim tek 6 porosit e tjera, në të cilët vjen akoma më konkretisht duke dalë në pa raporti i njeriut me njeriun, raporti i njeriut me shoqërinë, raporti i njeriut me disa institucione të rëndësishme njerëzore. Dhe konkretisht në lidhje me këtë porosi që vjen menjëherë pra pas këtij raporti të njeriut përballë krijuesit, vim me një institucion shumë të rëndësishëm, që është institucioni i prindërve. Bota e sotme është në një krizë që është thënë nga shumë studiues të ndryshëm për problematika që ekzistojnë në shoqërinë tonë në lidhje me raportin midis fëmijëve dhe prindërve apo prindërve dhe fëmijëve. Por ja që na vjen kjo porosi dhe këtu qëndron dhe rëndësia e kësaj porosie që na thot pikërisht ndero atin tënd dhe nënën tënde. Sa e rëndësishme është kjo porosi për veshët tanë ta dëgjojmë këtë. Duke nderuar prindrit, ne tregojmë jo thjesht një mirënjohje ndaj atyre që na kanë sjellë në jetë, ndaj atyre që na kanë rritur, që na kanë edukuar, që na kanë formuar, por mbi të gjitha shprehim atë raportin ton midis Perëndisë nga një anë dhe dashurisë për tjetrin. Dhe kjo dashuri për tjetrin së pari nis me vetë mjedisin familjar, me këtë institucion hyjnor që është e prindërimit. Këtë institucion ne shohim të themeluar nga vetë Zoti të krijojë dy njerëzit e parë, duke krijuar thot burr edhe grua, dhe duke i dhënë pikërisht atë porosi që ata të shtohen dhe të shumohen dhe të jenë ata që si thua të kenë pushtet mbi gjithë krijimin, mbi gjithë botën. Sa e rëndësishme është kjo porosi që në fillim të krijimit që Zoti i dha njeriut si qenia sikurore e krijimit. Nderimi ndaj prindërve nuk është thjesht vetëm në traditën tonë, një vlerë e jashtëzakonshme që sot gjithmonë e më tepër është në rrezik. Dhe ky rrezik vjen për shumë arsye dhe për shumë faktorë që është parë në emisione të ndryshme dhe është trajtuar. Por ne duhet fokusohemi, të përqendrohemi fort tek kjo porosi, që të kemi një nderim të jashtëzakonshëm për prindërit tanë, duke jetuar me këtë frymë respekti, me këtë frymë dashurie ndaj tyre. Në shumë citime të ndryshme të shkrimit të shenjtë flitet haptas për këtë gjë. Apostull Pavli, Apostull Pietri, pra Apostull Pavli 3:20 te Kolosianët, apo Apostull Pietri në letrat e tij, shpeshherë flet haptas për nderimin që duhet të kemi ndaj prindërve tanë. Etrit e kishës gjithashtu flasin, madje na këshillojnë që edhe nëse raporti i prindërve me fëmijëve nuk ka qenë në lartësinë e duhur, përsëri fëmijët duhet të ofrojnë një respekt dhe një dashuri ndaj prindërve të tyre, sepse është shumë e rëndësishme jo vetëm thjesht se fitojmë gjatësi ditësh, siç flitet, por mbi të gjitha merr kuptim vetë jeta jonë, merr një domethënie vetë ai nocioni jonë për jetën, që një jetë pa dashurinë ndaj prindërve dhe dashuria e prindërve që reflektohet tek fëmijët, sa e rëndësishme janë këto për një ndërgjegjësim dhe për një fuqizim në jetën tonë shpirtërore. Në një ndër uratat shumë të bukura të misterit martesës është pikërisht thot edhe këtë gjë,
që uratat e prindërve forcojnë themelet e familjes, e shtëpive. Tek e dëgjon këtë një çift në misterin e martesës brenda kishës ortodokse, mendoj se duhet thellohet sa i rëndësishëm është pikërisht ne kemi nevojë për këtë fuqi, për këtë forcim të themeleve të familjes përmes uratave apo lutjeve të prindërve. Prandaj mos i shikojmë prindrit si një shtojtës në jetën tonë, apo si një bezdisje, por si një vlerë. Vlerë me pasurinë e tyre, vlerë me jetën e tyre, me maturinë e tyre. Shoqëria ka nevojë për atë mendësi që ata na kanë rritur ne, që na kanë formuar ne, që kanë sakrifikuar për ne. Mos jetë thjesht, vetëm thjesht, gjithë kjo një respekt dhe një dashuri në konceptin moral, si një detyrim ndaj tyre, por le të jetë si një vlerë në të cilën edhe ne kemi nevojë, se do t'jemi pra fëmijët do t'jenë prindërit e arshëm dhe kështu të trashëgohet kjo vlerë e jashtëzakonshme, si një porosi e Zotit që forcon shoqërinë, forcon kombin. Ku është një familje e fortë, ku është një nderim i vlerave të prindërve ndaj fëmijëve dhe fëmijët ndaj prindërve, aty është dhe më e fortë vetë kisha, bashkësia e saj, por edhe shoqëria në tërësi. Dimitër, në kohën e sotme shikojmë mjaft problematika në familje. Nga media dëgjojmë për trauma nga më të ndryshme me pasoja të shumta. I krishterë ortodoks, si duhet ta japë ai shembullin bashkë me familjen e tij, kësaj shoqërie? Çfarë detyrash ka fëmia ndaj prindit dhe prindi ndaj fëmijës? Është e vërtetë që në kohët ku jetojmë sot, familja gjithmonë e më tepër është mjaft e rrezikuar, goditet vazhdimisht përmes teknologjisë, përmes medias, përmes shkrimeve të ndryshme, përmes disa organizmave në dukje sikur interesohen për njeriun dhe për familjen, por në thelb kërkojnë shkatërimin e këtij institucioni, kësaj qelize që është vetë qeliza e kishës, që është vetë qeliza e shoqërisë, që është vetë qeliza e kombit. Familja është e pazëvendësueshme, jo vetëm thjesht se në të dalin në pa vlerat tradicionale të një shoqërie, të një populli, të një religioni, por është i vetmi institucion, siç tham, hyjnor. Ku e mësojmë të gjitha këto? Përveç se përmes jetës tonë brenda kishës, përmes mësimeve ungjillore, përmes mësimeve të ndryshme biblike, ne mësojmë për rëndësinë e familjes, për vlerat e familjes, për atë çfarë ofron familja për jetën, për shoqërinë, për vetë kishën, për vetë kombin. Prandaj çfarë duhet të bëjmë prindrit për fëmijët dhe e kundërta? Siç është e njohur tashmë në traditën tonë të kishës, prindrit jo vetëm që janë arritur brenda kishës, janë edukuar dhe formuar, por ata do duhet me shembullin e tyre të vazhdueshëm, me praninë e tyre brenda jetës së kishës, këtë shembull t'ju transmetojnë edhe fëmijëve të tyre. Pra jo thjesht të propagandojnë tek fëmijët për besimin dhe për jetën e kishës, por le ta jetojnë këtë jetë të kishës sa më shumë të jetë e mundur brenda familjes së tyre, ta sjellin kishën në familje dhe familjen e sjellin në kishë. Kjo marrëdhënie ndërsjell jo vetëm që jep kuptim, por dhe e fuqizon për të përballur për shumë çështje të ndryshme. Ne e dimë që një familje e rritur me frymën e kishës e ka më të lehtë dhe përballon dhe reziston ndaj të gjithë themi tundimeve të botës së sotme, ndaj të gjithë problematikave që bota kërkon të godasi familjen në çdo mënyrë, qoftë edhe me mënyrat mjaft të sofistikuara të botës së sotme. Por një familje e rritur brenda kishës, një jetë e jetuar nga prindrit, pra sipas mësimeve ungjillore, është një dritë
për vetë fëmijët e tyre. Gjithashtu, prindrit le të kenë parasysh që jo thjesht t'ju flasin. Nuk është ajo më e rëndësishme se sa të jetojnë dhe nëse kanë për të folur për fëmijët e tyre, siç thonë dhe etrit e kishës, le të flasin përmes lutjes tek Zoti. Përmes lutjes së tyre tek Zoti për fëmijët e tyre, është një bekim i jashtëzakonshëm, është një hir transformues që vjen tek ata në shumë mënyra ndoshta pa e kuptuar. Ky është misteri që ka jetuar Kisha Ortodokse. Jeta e lutjes së prindërve për fëmijën është mjaft dobiprurse për ta. Është mjaft domethënëse për ta. Janë raste të shumta ku fëmijët kanë mësuar për Kishën përmes lutjes së prindërve dhe jo thjesht përmes disa mësimeve morale që prindrit ju kanë përcjell fëmijëve të tyre. Kështu që është një mision i prindërve ndaj fëmijëve që ta jetojnë besimin, ta përjetojnë atë, ta sjellin shembullin e Kishës në familjen e tyre, të luten për fëmijët edhe të kungojnë ata në jetën e bashkësisë. Duke kunguar me jetën e bashkësisë përmes misterëve të Kishës, është shembulli më domethënës për vetë fëmijët, sepse fëmijët mësojnë shumë përmes shembullit, përmes jetës së prindërve të tyre, përmes besimit në praktik, përmes solidaritetit praktikisht të tyre në një bashkësi, dhe jo thjesht përmes përmes disa formulimeve etike apo morale që mund t'ju përcjellësh atyre. Nga ana tjetër, detyra e fëmijëve ndaj prindërve, atë që thot vetë mësimet ungjillore, një lloj të filloj me bindje. Ne kemi nevojë kur jemi fëmijë të bindemi prindërve tanë. Nga bindja mund të vinë shumë anë të mira pozitive, sepse një fëmijë është i parahur, themi, me jetën. Ndoshta nuk di rreziqet e jetës, por duke qenë një fëmijë që rritet me këtë bindje, mund të jetë ai shumë i hapur dhe madje mund të jetë i vetëpërmbajtshëm në shoqëri, sepse ka mësuar ç'është bindja në liri, ç'është bindja në dashuri, sepse kur flasim për bindjen, dhe këtu nuk duhet të keq kuptohemi, mësimet e apostujve dhe të Kishës janë bindja le të vijë nga dashuria, të vijë nga besimi, të vijë nga njohja graduali që ne mund t'i japim me diturinë tonë, me formimin tonë, dhe jo thjesht një bindje e imponuar ndaj tyre, sepse një bindje e imponuar është e padobishme për fëmijët tanë. Kështu që duke mësuar këtë jetë, themi, fëmijët e kanë më të lehtë ata që të kultivojnë pastaj mirënjohjen ndaj prindërve, respektin ndaj tyre, dashurinë ndaj tyre. Pra, ajo që ka më shumë rëndësi midis prindërve dhe fëmijëve është koncepti i përgjegjshmërisë, të qenurit të përgjegjshëm, të prindërve ndaj fëmijëve dhe fëmijët të rriten me këtë përgjegjësi për të kuptuar përgjegjësinë që kanë edhe ata, sepse pa e kuptuar të qenurit një njeri përgjegjshëm është e pamundur, jo vetëm për të reflektuar ndaj prindërve, po edhe ndaj shoqërisë, edhe ndaj Kishës, edhe ndaj vetes, ndaj atyre që do jenë nesër ata të aftë për familjen e tyre, apo për shoqërinë, apo në punën e tyre. Vetëm ndërgjegjësimi, ky ndriçimi i brendshëm dhe i brendisë së tyre me ndjenjen e përgjegjësisë bën dhe qytetar të ndjeshëm, solidar dhe të përgjegjshëm. Pa këtë vetëdijnësim të mësimeve të Kishës përmes prindërve që ja përcjellin fëmijëve, nuk mund të ketë një të ardhme, themi, më të mirë për fëmijët tanë dhe më të pasur, themi, në shumë dimensione, si në atë shpirtërore, por dhe në atë
materiale. Përgjegjësia dhe përgjegjshmëria janë virtyte të jashtëzakonshme në traditën ortodokse. Këtë përpiqet ortodoksia përmes jetës së familjes brenda kishës, të rriti përgjegjësinë, përgjegjshmërinë, për të qenë qytetar të qiellit, qytetar të përgjegjshëm, por edhe qytetar të themi të botës, qytetar të përgjegjshëm, qytetar të lirisë dhe qytetar të dashurisë. Nuk mund të ketë një liri të plotë dhe të shëndetshme pa dhe një përgjegjësi, një ndërgjegjësim, përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë tonë për botën dhe për misionin tonë në të cilën jemi të thirrur në këtë botë. Dimitër, faleminderit. Faleminderit.